Mirë, do të flasim sot për tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri, pasi duket se botëre gjithnjë më shumë investitor të huaj. Sipas analizës së platformës ndërkombëtare Investropa, Shqipëria konsiderohet një nga tregjet më të lira dhe me potencial rritje në Europë për blerjen e pronave. Ndërkohë, nga ana tjetër, në vend po kryhet aktualisht procesi i rivlerësimit, por si po shkon ai dhe si po e ndikon tregu. Në studio kemi kënaqësinë këtë mëngjes të flasim për këtë temë me zotin Reinaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i Area. Mirëmëngjes. Faleminderit, kënaqësi që jemi bashkë, por gjithmonë ka interes shumë të lartë. Por gjithsesi është për të bërë përshtypje, natyrisht këto dhëna nga kjo agjenci ndërkombëtare sa i përket blerjes së pasurive të paluajtshme nga të huajt në Shqipëri. Në radhë të parë, një opinion dhe koment i përgjithshëm mbi këtë shifra. Për te statistikave nga kjo platformë, ne kemi statistika që vijnë edhe nga Banka e Shqipërisë, të cilat tregojnë rritje dyshifrore të investimeve të huaja direkte në pasuritë e paluajtshme, duke kapur nivelin e 561 milionë euro gjatë 2025-ës. Është e kuptueshme, sidomos nëse marrim në konsiderat të gjithë dinamikat e gjeopolitikës dhe gjithë çfarë është duke ndodhur. Kemi pasur her pas here konflikte në zonën e Evropës lindore, kemi një konflikt në lindjen e mesme. Sa herë që ka turbulencat e tilla, ata aktorë të cilët nuk kanë mjaftueshëm rezerva, po themi në kapitalin e tyre, apo kërkojnë tregje më të stabilizuara me premtime për kthim të shpejtë investimi, patjetër që lvizin nga këto tregje që janë me turbulenca, po themi me probleme dhe drejtohen drejt vendeve të ngjashëm, siç është pjesa e MSD-ut, siç është pjesa e Shqipërisë. Dhe them të ngjashëm që ndjen më të sigurt, që janë patjetër që janë pjesë e NATO-s, po ndjen më të sigurt që janë larg konflikteve, por në të njëjtën kohë që premtojmë rritje të shpejtë dhe kthim të shpejtë investimit, sepse si vend potenciale, sepse duket që jemi në atë rrugë në integrimin drejt Bashkimit Evropian, kështu që duke marrë parasysh historitë e vendeve fqine ose të ngjashme, atëherë drejtohen në këto tregje. Dhe për thënë vërtetën, Shqipëria ka vazhduar të jetë, po themi, trejse dhe ka vazhduar të jetë me nivele ekonomike në krahasim me fqinjtë e vet. Kështu që është e kuptueshme dhe mendoj që përpos tipologjisë të blerësve të huaj, për blerës së thjeshtë të huaj, individëve, gjithmonë më tepër në Shqipëri në këtë kohë ne shikojmë kompani të cilat blejnë sasi apartamentesh, por shikojmë edhe kompani të cilat vinë nga lindja e mesme dhe për të diversifikuar portofolin e tyre, për mos a pasur të përqendruar vetëm në lindjen e mesme apo vetëm në Evropën perëndimore, janë duke parë për të kryer investimin e vet në Shqipëri. Dhe këtu kemi disa raste, qoftë Gjiri Lazi, qoftë pjesa e Sezanit, ka disa kompani nga lindja e mesme që janë duke hyrë. Duam dhe ne të kuptojmë pak ndoshta edhe në detaje se ku janë përqendruar kryesisht nga cilat kombësi po të rreqim neve më shumë. Pjesa e Shqipërisë, nëse flasim për blerës individual, tashmë harta është shumë e gjerë. Kur them harta është shumë e gjerë, kam parasysh që ne kemi parë edhe blerës që vinë nga Amerika, nuk diskutohet, ka diversitet, tregu i Shqipërisë nuk është më ai tregu i qeramarsit të huaj, po blerësit të huaj vetëm nga Çekia, Polonia, vetëm nga Evropa lindore për shkak të konflikteve që kanë pasur aty. Aktualisht ka nga gjitha kombet, paktën pjesa e Evropës perëndimore, dhe her pas here ne shikojmë edhe raste të individëve që vinë nga zona me klimë të ftohtë, siç është pjesa e Amerikës Veriore, e Kanadas apo pjesa e nordikëve, që vinë për të testuar a jetohet apo nuk jetohet në Shqipëri, për ta konsideruar, vinë si turist, shpenzojnë 1-2 muaj, shpenzojnë ndoshta vitin e parë dhe pastaj mbeten këtu për shkak të faciliteteve që ka Shqipëria. Si janë përqendruar? Natyrisht që në fokus mbetet Tirana, edhe të paktën në këtë studim, në këtë dëmë thuaj që në interes shumë të lartë ka edhe përgjatë Bregdetit, jugu të vendit. Unë mendoj që në fokus ngelet Bregdeti për shkak të klimës mesetare, edhe pastaj vjen Tirana. Sidomos nëse flasim për grup moshën e brezit të tretë, po themi 55-60, sepse në konceptin e Shqipërisë të dalës në pension është 65-67 vjeç. Ndërkohë që në perëndim për shkak të mundësive për të investuar, qoftë edhe në aktivitete ekonomike, qoftë edhe në bursa, qoftë në kompani, shpesh ndodhin që dalin më herët në pension. Pra paktën pjesa e Amerikës dalin pension edhe 55 dhe 60
10 vjeç dhe vazhdojnë të shijojnë jetën duke u rilokuar në pjesën e Europës. Kështu që në vend si Shqipëria me atë koste jetese shumë të ulur krahasuar me Greqinë, me Kroacinë, me Europën dhe me Amerikën, patjetër që nuk ke çfarë bën Tiranë, do shkosh në zonën bregdetare. Për pjesën tjetër, si shfrytëzojnë këto prona? Ju përmendët pak që një pjesë atyre investojnë edhe në blerjen e apartamenteve, cili është qëllimi i tyre kryesisht, përpos atyre që vendosin ndoshta për ta parë si një investim personal për të jetuar, por ndoshta edhe për të dhënë me apartamente me qira ditore, por edhe më shumë. Për ata që i kanë për biznes, kryesisht si për bizneset tyre i japin me qira për bizneset tjera, po. Kur flasim për kompanitë të cilët blejnë sasi apartamentesh apo blejnë një pallat të tërë, siç kemi pasur rastet e po themi Bregdetit Durrësit në Shqipërinë e Mesme, praktikisht i blejnë dhe japin me nën qira në banorët e tyre. Pra po themi kompani polake, çeke apo franceze i blejnë dhe japin me nën qira tek banorët e tyre, po themi te shtetësit e tyre. Ndërkohë që për individët i lënë në menaxhim të zyrave imobiliare, po themi të ndërmjetësve pasuri e paluajshme dhe marrin përfitime. Marrin përfitime pse? Sepse ndoshta do të vitë të jetojnë në Shqipëri korrik dhe gusht, por nuk është pjesën tjetër të vitit, ose do të vitë të jetojnë në Shqipëri ndoshta 2 javë, kur ka vendosur, po themi, në pushimet e veta dhe gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit e jep me qira. Dhe këto janë raste pafund, po themi, të paktën kompanitë që ne kemi anëtare kanë sasi apartamente të cilat i japin në menaxhim dhe japin me qira ditore apo me qira javore gjatë sezonit për shtetësit shqiptar dhe për shtetësit huaj të cilët nuk kanë blerë në Shqipëri. Pra, gjatë gjithë kohës prona në Shqipëri është pronë, në shumicën e kohës është pronë e huaj, pronë e dytë ndjes është edhe pronë për investim. Investim për të marrë përfitimet dhe të paktën Airbnb tregon që në Tiranë është diku tek 9.000 euro në vit, në Bregdet është 10-11.000 euro në vit të ardhura, por investim edhe për pjesën e rishitjes. Në moment që ti rishet, pasi ke marrë 10-11.000 euro në vit nga kjo pronë në Bregdetin shqiptar, kur e rishet patjetër me 20-25% se varet sa vite ke marrë në dispozicion me çmim të rritur. Dhe kjo e ka bërë me interes Shqipërinë, për shkak se një pronë mesatarisht në Shqipëri të sigurojë një kthim që është 8-10-12% në varësi të tipologjisë e të pozicionit vetë. Po, si përkthehet e gjitha kjo, kur flasim për të huajt, pra që po investojnë në pasurit paluajshme në Shqipëri, kur flasim për transaksionin, ndoshta dënat që kemi për gjatë viteve të fundit? Të paktën nga ato që ne kemi nga Banka e Shqipërisë, është që 561 milion euro janë blerjet huaja, po themi investimet huaja në 2025-ën, vazhdojnë ka pesh... 34% më shumë. Po, në më dhënë vazhdojnë ka pesh pjesa e Bashkimit Evropian, pra 2/3 janë Bashkimi Evropian, po themi shtetas të Bashkimit Evropian, është e vështirë, sepse nuk është e qartë dhe akoma e pasur si statistikë për të kuptuar shtetas të Bashkimit Evropian, a ka aty shqiptar të cilët janë me pasaport të Bashkimit Evropian, por duhet dikur që ta ndajmë për të kuptuar se mund të jenë shqiptar, të cilët janë një rezident Shqipëri, të cilët vendosin për shkak të ardhura që kanë në Gjermani të blejnë dhe me pasaport gjermane dhe fatkeqësisht këtu futet si pjesë e blerjes si blerës huaj. Dhe në të njëjtën kohë në statistika duket që 25% dhe 30% e tregut pasurie paluajshme vjen nga blerësit huaj. Pra këto janë pak a shumë statistikat e përgjithshme, mendoj se si vend, si Shqipërinë duhet bëjmë pak më tepër punë për të kuptuar në detaje, për të ndarë pjesën e shqiptarëve me pjesën vërtet të huaj. Atëherë, nga europianët dhe themi të paktën nga ata, por jo vetëm Shqipëria, le të themi, konsiderohet si një treg i lirë, edhe me potencial kthimi shumë të mirë. Por si është Shqipëria në raport ndoshta kryeqytetin, sepse do të flisnim edhe ndoshta më gjerësisht edhe në krahasuar me vendet e rajonit. Po, ne para se të fillonte emisioni, po bënim pak, po shikonim platforma që ne përdorim si në area, por edhe si rrjet europian të zyrat të real estate-it, është Global Property Guide, pra kushdo mund ta vërtetoj, po them ta shikoj në koreale. Kroacia na rezultonte paktën pjesa e Zagrebit mbi 4.000 euro për metër katror, ndërkohë që ndjes vetëm për mesatare, ndërkohë që po flasim mesatare, duhet kuptojmë që gjithë qytetit, divergjencat janë ndryshme. Po, ka divergjenca, duhet kuptojmë që qytetet janë shumë të mëdha dhe divergjenca ndoshta janë më të mëdha në vende ku qytetet janë të mëdha. Pjesa e Serbisë, Beogradi ishte 3.333 euro për metër katror. Tirana sa është mesatare? Tirana aktualisht është
960 euro metër katror. Pak nga Mesatarja. Po, nga një platformë. Por duhet kuptojmë që Tirana nuk është vetëm bloku. Po, Tirana nuk është vetëm bloku, nuk është vetëm qendra e Tiranës, nuk është vetëm pazari i ri. Vërtet për shkak të projekteve të reja, për shkak të marketingut, për shkak të treqjes së vëmendjes, pra bëhet një marketing më i lartë dhe triqet vëmendje që pas kemi cakullat të cilat janë 5.000-6.000 euro metër katror. Por Tirana ka dhe kombinatin, ka dhe freskun, ka dhe paskuqanin 1.300. Dhe nëse shikojmë tregun se si është i përbërë në Tiranë, nëse marrim statistikat, të paktën nga një nga platformat që unë jam duke testuar aktualisht, pjesa e paskuqanit nuk ka ofertë për qera, ka ofertë për shitje. Duke qenë se tregu drejtohet në pjesën e paskuqanit nga objektet e reja për shitje, automatikisht kjo të sjellë që komplet atë 4 kulla sa mund të jenë në qendër të Tiranës, ta amortizon çmimin me ofertën që të vjen nga zonat periferike. Që do thotë që sot ke paskuqanin 1.100-1.300, ke kombinatin, ke pjesën e QTU-s, ke pjesën e freskut që janë në këto shifra, por ke edhe qendrën e Tiranës që është shumë e shtrenjtë. Pra në një mesatare Tirana i bie që është më ullët se Tirana i bie që është më ullët se Podgorica që ishte 2.142, është më ullët se sa Beogradi që është 3.300 euro. Pra praktikisht mesatarja sot. Pastaj do duhet të hyjmë dhe të krahasojmë, pastaj çfarë ofron secili qytet, por në pamje të parë sot Tirana vazhdon të jetë më lirë se sa një pjesë e mirë e rajonit. Megjithatë, një pyetje, le të themi në raport ndoshta me ne qytetarët shqiptar, kur flasim për këto investime që po bëjnë apartamente në pasuritë pa luajtshme të huajt, sa e ndikon realisht në një farë mënyre tregu do të orientohet nga ata, përderisa përbën le të themi pjesën më të madhe në vitet e vet fundit, 61% të blerjes së këtyre investimeve. Tregu patjetër që ndikohet, ne nuk do të shpëtojmë do të bëhet më i pamundur për ne është pyetja. Është e qartë që si Greqia, si Kroacia, si Italia, si Spanja, si Portugalia, Shqipëria nëse nuk di të merret me turizmin dhe tregun dhe po themi problematike që vjen për strehimin, do të kemi po të njëjtat sfida, po të njëjtat efekte. Tashmë qeraja Fagjate i ka dhënë sinjalet. Pra, ka qenë e pamundur, po themi, mënyrën, më thënë shpejtësia se si janë rritur qerat në qytetin e Tiranës dhe në Bregdet janë për shkak të turizmit edhe për shkak të Airbnb-s. Ne duhet fillojmë të merremi. Pra, duhet të gjejmë një zgjidhje që të gjithë këto apartamente, gjithë këto prona të cilat sot i kemi të pabanuara, të nxisim të dalin në treg, stokun, të nxisim të dalin në treg, ose për qerafa gjatë, ose për të shitur. Pra kjo mund të ishte një zgjidhje Po kjo, nëse do të ulësh çmimin e tregut, ose pak të mbash kontroll çmimin e tregut, do duhet të rrisësh ofertën. Dhe o do fillosh, do nxitësh qerana Fagjat me politika fiskale, ose do fillosh do nxitësh duhet ta themi tregu i qerave qoftë afat gjatë dhe afat shkurtër për momentin është në një kaos. Afat shkurtër, tani kur themi afat shkurtër është Airbnb, kur themi afat gjatë është për familje të cilët duan ta marrin 1 vit, 2 vite me qeratë, fillojnë edhe më shumë, po. Edhe më shumë, në të fillojnë jetën e tyre. Të paktën nga statistika që un kam pasur në përdorim nga 2021 dhe këtej, në 5 vite mesatarisht qeraja duhet të rritet diku te 80%. Pra jemi pothuajse 2 fish qeraje në qytetin e Tiranës. Kjo për shkak të turizmit dhe për shkak të Airbnb-s, patjetër dhe për shkak se çmimet u rritën shpejt dhe nëse ti s'ke alternativë, nëse ti nuk po gjen një pronë të vjetër, po themi ose të ndërtuar para 2015-s, nuk e ndoshta sakse son në ndërtimin e ri dhe shkon tek qeraja. Por ju përmendët qeran nga veçanërisht nga të rinj, nga çiftet e reja dhe në një farë mënyrë duam po s'duam ne është një plag, një pikpyetje për secilin që do të krijojë një familje. Duke qenë se ju e keni përmendur edhe për gjatë këtyre ditëve keni folur si një mundësi le të themi kredite buta, mund të jetë një formë për të ndihmuar. Realisht është funksionale në ndihmë të këtyre çifteve apo edhe këtu ka vështirësitë e veta dhe jo të gjithë mund të përfitojnë, le të themi nga shumat e vëna në dispozicion të paktën këtë vit. Mendoj që është gjë e durë që Bashkia e Tiranës ka bërë që ka hapur. Mendoj që skema aktuale ka nevojë për përmirësim. E them këtë gjë për shkak se në fushatën që kemi aktualisht nga Bashkia e Tiranës kemi që Bashkia do të subvencionojë interesat për çdo kredi që është mbi 3%, pra nuk kemi subvencionim total të interesave, kushdo që merr kredin do duhet bëjë llogarinë që do paguaj principalin
dhe pjesën e interesit deri në 3%, çka nuk është pak. Ndoshta do të ishte udhës që të shikoni mundësi për të subvencionuar gjithë interesi. Sepse sot, realisht, po të themi të vërtetën, sot normat e interesit mesatare për kredit për banesa janë diku te 4%. 3.9, 4.1%, pak të dhëna nga Banka e Shqipërisë. Kështu që individet do paguaj, familja do paguaj 3% vetë, Bashkia e Tiranës do paguaj 1.1, 1.2%. Kjo e dyta, mendoj që patjetër që është rritur shuma e subvencionimit, po themi volumi i kredis, pra Bashkia e Tiranës merr përsipër me çifte që duan ndërtojnë një jetë të re. Por kur ti vendos tavanin e të ardhurave për familje, pra një qift duhet të ketë të ardhura, po themi dy individ apo dy individ plus fëmijë, duhet të kenë të ardhura jo më tepër se sa 1.650 euro për shtëpinë 3+1, kur ti bën për llogaritje, nuk është mjaftueshëm për të përballuar kostin e kredis. Tavani duhet të ishte më i lartë, sepse kushdo bankë niveli 2 mund të jetë gati Bashkia e Tiranës të subvencionojë interesin, por nuk ta jep kredin bankë niveli 2. Pse? Sepse me të ardhur 1.650.000 lekë apo 1.650 euro, 35% nuk të dalë një llogarit për këstin. Këstin nuk duhet të kalojë 35% të ardhurave familjare. Dhe me këtë tavan do ta kesh shumë të vështirë për të arritur, për të shfrytzuar të gjithë ndihmën që të vjen të jep bashkia, ose do duhet të marrësh një kredi që është mbi 20 vite, pra 25-30 vite, ose do duhet të ulësh shumën e kredis. Pra ndoshta nuk do të marrësh 130.000 euro kredi për të blerë 3+1 dhe për të shfrytzuar ndihmën e bashkisë, do duhet të marrësh më pak. Pra ka tek ajo formulë, tek kjo skem, mund të ishte bërë pak më mirë. E qartë, e qartë. Për të kaluar te procesi i rivlerësimit, një proces që në fakt ka qenë shumë pritur, le të themi, nga qytetarët, nga ana tjetër si ka pasur interes nga zotëruesit e apartamenteve, si po shkon ky proces, janë edhe disa muaj në dispozicion, le themi, me ritme të mira, ka lëvizje. Janë edhe shumë muaj në dispozicion, po themi janë deri në fund të 2026-s, janë diku tek 9.500, pra mbi 9.500 aplikime për 2 muajt e parë. Nëse ecim me këtë mesatarë mujore, mendoj është shumë më mirë se s'kanë qenë në vitet e kaluara. Kjo ndoshta edhe për shkak të një presioni dhe që u kryen që pati tregu për 2 vite, 2024-2025, plus ne dinim që të paktën 6.000 kontrata ishin për proces rivlerësimi në muajt e parë të 2026-s. Nëse vazhdojmë me këtë mesatarë mujore, ky do të jetë viti që do të ketë më shumë rivlerësime se sa vitet e kaluara, pra duhet të jemi mbi 50-55.000 rivlerësime. Ka të ardhura shumë të mira për shtetin, pra diku tek 30 milion euro, të cilat janë faturuara, çka na sjell një sinjal tjetër që të paktën janë futur në treg ose janë reflektuar në dokumenta do të jenë mbi 600 milion euro pasuritë paluajshme. Na sjell në të njëjtën kohë edhe një të dhënë tjetër që sot pasuritë e paluajshme po rivlerësohen më tepër se që janë rivlerësuar në fushata më përpara. Pra kanë qenë diku 35.000, 40.000 për një aplikim mesatare. Sot ne shikojmë që është 61.000, 65.000 një aplikim, pra rivlerësim prone. Na sjell dhe një sinjal tjetër që thotë që tregu është duke formalizuar shumë më tepër dhe zyrat për te Bregdetit, sepse Bregdeti ka pasur dinamika dhe transaksione edhe kur s'ka pasur rivlerësim, sepse ka pasur blerë suaj, pjesa e qytetit ka rimar veten, për themi ka një frymarrje të mirë gjatë këtyre muajve. Po lëviz, sepse ka qenë totalisht, po themi, e bllokuar, sidomos kjo jo vetëm sepse e themi ne, por po të shikojmë të gjitha statistika që na vijnë nga ASHK-ja, tregu i pasurive paluajshme në Shqipëri në 2021 ka qenë 33.000, në 2022 37.000 mesatarisht, po i rrumbullakos shifrat, në 2026, në 2015 ka qenë 36.000, pra pak a shumë tregu në këto nivele, por volumet kanë qenë shumë të mëdha. Dhe bllokimi i rivlerësimit ka çuar automatikisht në konsumin e produktit më të shtrenjtë. E kryqëzuar kjo dhe me dhënat nga tatimet, nga drejtori i përgjithshëm i tatime, na ka rezultuar që në vite ku nuk ka rivlerësim, konsumohet po i njëjti numër transaksiones, por konsumohet një produkt që është shumë i shtrenjtë, që është ndërtimi i ri. 95% e tatimit që vjen nga fitimi kapital nga tregtimi i pasurive të paluajshme, në këto vite ka qenë nga ndërtimi i ri, nga ndërtuesit, për themi nga kompanitë e mëdha, ndërkohë që ne shikojmë që gjatë 2026-s kjo balans duhet të ndryshojë. Pra ne them që ka një frymarrje, ka prona të cilat janë më të vjetra, më ekonomike që po vendosen në dispozicion të qytetarëve, dhe kjo është
pak të një ndihmë e vogël që mund të japin për strehimin. Këto pronat e vjetra, në një farë mënyre po e ndikojnë? E ndikojnë tregun. E parë ka më shumë transaksione, të paktën sepse ne ndjejmë në zyrat e ndërmjetësimit se kryesisht zyrat e ndërmjetësimit mbulojnë pjesën e rishitjes, jo domosdoshmërisht produktin e ri, jo ndërtimin në proces, pra pronat apartamentet e reja, dhe kjo sjell më shumë mundësi për qytetar për të ustruar. Pse? Sepse sot e ke të vështirë për të aksesuar ndërtimin e ri. Pra, një mesatar i Tiranës 1960-2000 euro metri katror, jo kushdo ka mundësi. Dhe pronat e reja kryesisht vinë me një çmim më të lartë. 2000 euro për metër katror sot është zona e qytetit studenti. 1300, 1100, 1300 është pas Kuqani. Pra, nëse do prona në lokacion më të mira me shkollim, me kopësh, me shkolla afër, patjetër që është shumë e vështirë për produktin e ri, se produkti i ri deri mbi 2200, mbi 2500 euro metri katror. Kështu që duhet të shkosh tek apartamentet e vjetra. Kur apartamentet e vjetra mungojnë në treg për shkak të 15%, atëherë ti si familje ngelesh pas zgjidhje, detyrohesh të shkosh tek qeraja, që është 80% më shtrenjtë se sa 2021. Pra kjo është e gjithë skema, kjo është e gjithë realiteti ekonomik që përballen familjet shqiptare sot. E qartë, do të mjaftojë një vit apo duhet edhe më shumë? Si duhet funksionojë kjo çështja e fushatave të rivlerësimit? Ne mendojmë që është çështje ndërgjegjësimi, përpos mënyrës se si lëviz tregu edhe gjithë faktorëve të tjerë që ndikojnë. Ka gjithmonë edhe element skepticizmi, shpesherë veçanërisht tek moshat e treta. Po, tek moshat e treta është kjo. Duhet kuptuar se çfarë po bëjnë. Tek moshat e treta është kjo, nga ana tjetër nuk i vë fajin, sepse kur ti ke marrë një apartament me procesin e privatizimit në para vite, po themi pas viteve 90, pra apartamenti 85-ës, me procesin e privatizimit me 200-300 euro metri katror, që mund të, po themi, të merret si kosto e shfrytëzimit në atë vit. Me 1500 euro metri katror, sot diferenca shumë e madhe. Kur ti paguan atë 5%, të shkon disa mijëra euro, shumë mijëra euro taksa, dhe për një moshë të tretë, thotë më mirë të kem këto lek më njanë, se pensioni nuk më del, se tek shëndetësia do duhet ndoshta të drejtohem dhe të kem ca lek më njanë, edhe nuk le ta bëjnë ata që do e trashëgojnë, kështu që moshën e tretë e kuptoj. Por për te ndërgjegjësimit janë mundësit, është dhe sjellja e ekzekutivit. Dhe unë mendoj mundësit sot i ka sektori bankar për të ndihmuar familje që duan të kenë pronën e parë. Kështu që ngelet topi, gjatë gjithë kohës ngelet e ekzekutivi. Ekzekutivi do duhet të ndryshojë përqasjen. Nuk mund të vazhdojë me 15%. Për shkak të turizmit dhe Airbnb-s, qeraja është bërë shumë e shtrenjtë. Çmimet e pronave janë rritur. Hajde të gjejmë një mënyrë që këto lekë që punojnë në Shqipëri nga blerësit e huaj dhe nga e mira e madhe që na sjell turizmi, të mundet t'i përdorim për të ndihmuar këto familje që duan strehuar. Ose të ulin taksën e transaksioneve pasuritë e paluajshme, ose të gjejmë skema që shkojnë drejt për drejt te familjet e reja dhe tek shtresat e mesme për strehimin. Dhe nuk kemi nevojë ta shpikim në rrotën, por mjafton të shikojmë si po sillet sot Bashkimi Evropian dhe si e sill Amerika në situata të njëjta. Ka modele, ne jemi gati ta ndihmojmë qeverinë, pra jemi gjatë gjithë kohës ja shtrim dorën Ministrisë Financave, që hajde t'ju tregojmë se si zgjidhet kjo çështje dhe jemi gati ta ndihmojmë. Puna ngelet tek vullneti, sa vullnet politik kanë dhe sa duan ta adresojnë. E qartë, edhe një pyetje të fundit, po jo e parëndësishme, një pjesë e këtyre apartamenteve, ato që janë dhe nuk janë, është që janë të vogla relativisht në numër, që janë në proces legalizimi, nuk mund të jenë pjesë e rivlerësimit. Si gjykon që mund të zgjidhej, megjithëse është e rëndësishme edhe kjo pjesë që ata të kenë certifikatën e pronësisë. Ju tregoj një rast konkret. Problematikat që kanë pasur ndër vite në pronësi në Shqipëri. Ju tregoj të paktën dy raste konkrete. Çështja është që është numri i konsiderueshëm dhe kjo e bën një faktor që e ndikon vjen keq që nuk më kujtohen, duhet të jetë diku te 130.000 prona, ndoshta më tepër, mund të jem gabim me shifrën, po e di që janë shumë prona që presin procesin e legalizimit, por janë dy raste. Rasti, dhe pak të ne e sugjeruam në atë kohë, Ministri i Financave, rasti një kontrate porosie në proces. Pra prona është rezervuar para 5 vitesh me 1.000 euro metri katror, si pronë në ndërtim. Sot, ndodh kalimi të drejtave nga porositësi ja jep blerësit të ri, i cili do ta marrë dorëzim kur të mbarojë procesi i ndërtimit. Sot kjo pronë shitet me 2.000 euro metri katror. Për këtë 1.000 euro, diferencë, po themi në një shtëpi 50-60 metra katror, 60.000 euroshi sot të ngelet i pataksuar.
dhe i pa formalizuar me rivlerësimin, por do të pritet të formalizohet kur të dali certifikata e pronësisë dhe kur të kaloj në vlerësim përfundimtar. Pra ka një handicap, ka një nonsens legjislacioni shqiptar që të drejtat, tregtimi të drejtave reale nuk tatohet në këtë rast. Dhe ne kemi qenë që hajde ti rivlerësojmë dhe hajde t'i japim mundësi që në kontratën e porosisë, që është ngjashëm me procesin e legalizimit, e them ngjashëm, jo 100% ngjashëm, sepse është një kalim tranzitor. Nga pikpamja ligjore. Kalim tranzitor dhe nuk e ka akoma certifikatën e porosisë. Pra ke bërë një kontratë porosie, prona po ndërtohet, këtë kontratë nuk po e përfiton, po e jep vlerësi të ri. Në këtë mes, shitsi i cili është ndërmjetësit paguan 0 tatim para shtetit. I merr lekët dhe fund xhep dhe do t'i pagoj vlerësi fundor. Çka është një tatim i shtyrë në kohë dhe një nonsens. Dhe të gjithë baren ha vlerësi fundor. Ndërkohë ky që ishte në mes, midis ndërtuesit dhe vlerësi fundor, që mund të jetë dhe spekulant, ky nuk tatohet fare. Atë që ne kemi thënë qeverisë, kemi thënë ta rivlerësojmë këto kontrata, t'i nxjerrim mbi ujë, sepse janë në ujë sot, t'i nxjerrim mbi ujë, t'i formalizojmë dhe ta tatojmë këtë transaksion. Ngjashëm është dhe me legalizimin, nuk përfitojnë. Pse? Sepse shteti do të tatojë në një moment kur ti ke certifikatën e pronësisë. Ndërkohë që ne kemi thënë, përsa kohë që ka një aplikim legalizimi, ti si shtet nuk e ke refuzuar, pra është në procedurë si, për në një farë mënyrë është e ligjëruar, po. Leje, po e përdor këtë pronë, leje ta rivlerësoj, ti vetë si shtet do ta kesh në arkivën tënde, në dokumentat e tua me një vlerë më të lartë dhe do kesh mundësi dhe të marrësh një taks pasurie më të lartë nesër pas nesër, sepse ti takson mbi vlerën e pronës. Kështu që të gjithë përfitojnë në këtë rast. Dhe këto prona edhe sikur të duan të shiten nesër pas nesër janë të ngurcuara. Dhe ti në një farë mënyrë ti si shtet nuk po merr paratë që duhet marrësh, se mund të bëhet taksimin e pronës më të mirë, më pranë vlerës reale të tregut dhe në të njëjtën kohë je duke vështirësuar jetën atyre që duan të strehojnë, qoftë edhe në prona në procesin e legalizimit, duke mos i lënë këto prona në treg. Se këto prona kur dalin nesër pas nesër në treg do kenë vlerë minimale, 300-400 euro metër katror dhe do jenë objekt rivlerësimi dikur nëse do ndodhi më, ose do të jenë objekt shmange dhe evazioni, sepse kushdo do ta kishte të vështirë pranonte për paguar 15% pa pasur një argumentim se duhet paguaj 15%. Patjetër. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Për gjithçka ndam, uroj gjithmonë të kemi informuar edhe jemi në funksion publiku dhe atyre që na ndjekin ditë mbar. Faleminderit, jeni gjithmonë i mirëpritur në Klan News.